Adhurues të basketbollit, kthehemi përsëri në pjesën e dytë të derbit të Dukaçinit, i pesti për si vjetë, 2 në Super League, 2 në kuadër të çerekfinales së Kupës 8-4 ja kanë takuar Bashkimit, ndërsa sonte pjesa e parë e duelit në Sezaj Suroj takoi mysafirëve Go+5 45 me 33. Një përmirësim për një informat të cilën e kam dhënë lidhur me kryesin e Go+5, pra Fatmir Gashi, edhe mëtej, pra mbetet kryetar i klubit basketbollistik Go+5 dhe Egzon Burri nën kryetar, ndërsa bordi drejtues të klubit i janë shtuar Milaj Muka, Vigan Radoni, Valbona Bityqi dhe si drejtor sportiv Arber Elshani. Pra janë sjellur përforcime, ndërsa kryesia mbetet ajo që është deri në fund të kampionatit. Ndërsa në pjesën e parë, po i kthehemi, Gjoshën Zakori është përforcimi i fundit i cili erdhi tek Bashkimi javë më parë. Vitin e kaluar ka luajtur te Sigal Prishtina me një mesatare prej 14 pikëve për ndeshjen, ndërsa në Kosovë vjen nga Hapoel Halili, ku pati një mesatare prej 18 pikëve e 8 kërcimeve në 18 ndeshje, mirë po, për arsye se për 39 ditë nuk ishte marrë rrog atje, e ka shkëputur kontratën me skuadrën e cila nuk ishte stabilitet financiar dhe këtë e ka shfrytzuar për mrekulli skuadra e Bashkimit duke e transferuar. Do të shohim nëse Tekwan Lake do të mbetet në skuadrën e Bashkimit. Largimi Tekwan Lake-ut me vërtet nuk do të ishte punë e mirë, sepse fuqia e tij në trapez ishte jashtëzakonshme me 11 pikë, 7 kërcime dhe një blokad për ndeshje. Lake ishte në mesin e më të merituarve për sukseset e Bashkimit si vjet. 33 me 45. Yll i pjesës së parë pa dyshim ishte giganti Pejan Logan Rout me 15 pikë, 4 kërcime, një asistim, një top të vjedhur e një blokad, i jashtëzakonshëm, i hatashëm. Nuk ka startuar në pjesën e dytë, tenton atje dhe me të parën, me treshe Qerekun e trete fillon Lejson Zeqiri. Është kjo treshja e dyte, e tretë m'falni, e Lejsonit, 9 pikë të tij, të gjitha për 3 pikë Armstedi me Shoshajn. Mbrojtje zonale tani shumë e fuqishme. Edwards lufton me Zakorin nga një pozitë e vështirë, tenton, nuk realizon, shorteri kundër sulmi shpejt. Dhe Arti Hajdari e bën këtë shpesh, është mbrojtës i mirë, është i vëmendshëm, e ndërpren këtë pasim dhe kundërsulm të shpejt. Cousins. Fall në sulm nga Gjoshën Zakori, Telashe është kjo personalja tretë e Gjoshit. 36 me 45 e përsia përsëri vjen në shifrore. Pas asaj gjuhetje të lirë të Cousinsit në fund të pjesës së parë, rezultati ishte 33 me 42. Pasoj treshja e Shëndrit Lapit. E në fillim të pjesës së dytë me njëherë Lejson Zeqiri u përgjigj në treshe me treshe. Cousins, Arti Hajdari depërton për mrekulli, topi hyn dhe nuk realizon. E vjedh këtë top për pak Arti Hajdari. Lejson Zeqiri vetmuar me treshën e tij të dytë rresht dhe të katërtën sonte, i jashtëzakonshëm nga 6 tentime, 4 treshe. Edwards për Shoshajn tenton të përgjigjet, nuk arrin. Lejson Zeqiri është super i nxehtë në fillim. 2 treshe, 1 kërcim dhe vjen treshja e tretë tani nga Shannon Shorter. 42 me 45, çfarë rikthimi. 3 treshe të Bashkimit në start të çerekut të tretë.
Po, qëfar starti në këto 1 minutë e 45 sekundat e para. Lejsoni bombardon me 2-3 piksha, dhe të tretën e lanson dhe e qëllon Shannon Shorter. Ja treshet e Lejsonit, 2-2 për 3 pik në start të shereku të tretë, e më pas edhe Shannon Shorter nga këndi atje e detiron trajnerin Damir Milaçishin. Ja kjo treshe e Shorterit, i cili erdhi në Kosovë nga Meksiko, ku bë kampion me skuadrën e Monterrey, së bashku me Scott Bamfortin, Fuerza Regia de Monterrey, dhe me të vërtet solli siguri në lojën e bashkimit. E kësaj radhe e sjell edhe afrimin e rezultatit në vetëm 3 pikë. Në minutin e 12 ishte plus 20 për Go plus Pen, dhe tani në minutin e 22, 10 minuta më vonë, vetëm 3. Edwards për Arti Hajdarin. O'Shawn Williams, mbrojtje mirë Armstedit, kundër sulmi shpejt. Lejsoni deporton te Zakori pason. Dalet në mënyrë të paliuar Gjoshën Zakor. Vitin e kaluar të Prishtina ka pasur një efikasitet prej 72% nga vija gjuajtjeve të lira Gjoshën Zakor. Të shofim sonte se si do të jetë në tentimin e tij të parë e huq. Mala do të rikthehet në lojë. Shumë më tepër besim ka pasur Musab Mala tek Greg Gibson. Musabi ka qenë i jashtëzakonshëm me 11 pikë, 3 kërcime, 4 asistime dhe një top të vjedhur për ndeshje. Tani e merr organizimin, janë inkuadruar në lojë tandemi Mala dhe Raut. Armstedi, ish bashkëlojtari i Malës në vjesht. Arti Hajdari atje, ish mangët presionit Mala për Hajdarin, vjen në blok atje, kemi një switch të lojtarve. Arti Hajdari, ja vjedh topin atje, Armsted, Shorter, deporton, realizon dhe rezultatin në vetëm 1 pikë afron, ka mundësi që edhe të parazon. Milaçishi s'po mundet me besu se çka është ndodhur. Edhe njëherë, Arti Hajdari, ja vjedh topin atje, si me magnet Armstedi, pason në anën tjetër Shorter, rastin për parazim e lëshon. 45 me 45. Rezultati në semafor. Treshe përgjigjet në treshe, me treshe Arti Hajdari, 45 me 48. Nxjerr topin jashtë Zakori. Armsted tenton të përgjigjet, nuk arrin dhe topi është jashtë. Është kjo pika e 13 e Artit, treshja e 3 e tij përveç 13 pikëve. I ka 2 kërcime, 2 asistime. Kapiteni i Go Plus Pes. Mala, nga një distancë e madhe tenton, nuk realizon. Zakor topi kthehet në dorë. Një start i shpejt, atomik i bashkimit. 12 me 3 deri tash. Arti Hajdari edhe një herë tenton dhe kapiteni me 2 treshe rresht. Bum bum dhe bombardon për 45 me 51, pika 16 e Artit. Topi vjedhur e O'Shawn Williams, tani përgjigjet Pea me 2 treshe dhe me mbrojtje të mirë.
Ate që bëri bashkimin në fillim të çerekut të tretë, Arti Hajdari! Pa! Shifra të kthyer mbrapsht. 4-5, 5-4. Shpërthen, eksplodon, erupcion nga kapiteni Arti Hajdari si vulkan, 3 tresher është. Përgjigjet në ato 2 treshet e Lejsonit dhe Shorterit, Arti Hajdari me 3 tresher është, 3 treshet të një pas njëshme. I arzakonshëm. E detyron trajnerin Jovic që të kërkon time out. Për vetëm 1 minutë 20 sekonda, 1 minutë 18 sekonda, Arti Hajdari lansoi 3 treshe të një pas njëshme, realizoi 9 pik, aq sa kishte realizuar komplet pjesën e parë. Dhe tani me 18 pik të 19 pik të realizuara, prej tyre 5 treshe. Shkaputët në rezultat përsëri. Sparazimit të rezultatit 45 me 45. Pas 10 minutave loj, pra ishte pas 10 minutave loj, po rezultati ishte barazuar. 15 me 35 në 45 me 45. Mirë po, në skendoli kapiteni në qaste vendimtare, Arti Hajdari mrekullueshëm dhe bombardoj me 3 tresheresh. Cousins mbi Artin, tenton dhe realizon. Rezultatin përsëri në 7 pike afron. Williams dhe Shorter. Hajdari, Cousins tani mbrojtje me ti, Wooten është në loj. Raut dhe Wooten, i ndihmon atje Cousinsi. Cousins Wootenit për të mbrojtur Rauten, Kenny Wooten. 9 centimetra më i shkurtër, pak 8 më i shkurtër. Qëntim për 3 pik, topi hyn e del. Megjithatë Wooten më i larti në kërcim kundër sulmi shpejt. Shkon topin në kënd. Dhe tentim për 3 pik, fauli Musab Malës ndaj Shorterit, i cili do t'i ketë 3 gjuajtje të lira. Tash Green po e shofim që do të kthehet në loj. Çdo që ka qenë në rregull pas atij rrëzimit dhe lëndimit, pra nuk ka lëndim serioz nga Tash Green. Në vijnë e gjuajtjeve të lira Shorter. 9 pik të ti. Realizon për 48 me 54 pika e 10 e Shannon Shorterit. Edhe herën e dytë është i sakt. 11 pik të ti. Aq sa i ka dhe Isaiah Cousins, lojtari me numër 11, që ka 11 pik. Shorteri tani realizon pikën e 12 dhe barazohet me Lejson Zeqirin si 2 lojtarët më efikas të bashkimin nga 12. Shorter e Zeqiri, 11 i ka Cousins, rezultati afrohet në 50 me 54. Lëvizje bukur mashtruese e Tash Greenit. Kinse po e pason, mbrojtjen e hapi dhe vetë bombën e lansoj për 50 me 57. Është kjo treshja e 4. Në anën tjetër për mrekulli, Cousins asiston dhe Kenny Wooten pikët e para sonte i realizon. 52 me 57. Hajdari për Malën, i cili e thret atje në blok. Logan Rautin, pick and roll, depërton derën në fund. Luft, Logan Raut. Kosh fauli Rautit. Giganti, i cili erdhi nga Liga e Parë e Turqisë, po dëshmohet si fuqi dominuese në trapez. Luftoj atje Tash Green
personale e Lejsonit, 52-59. Ka dhe një gjuatje të lirë Raut, 17 pikë të ti. Pika e ti e 18-60 me 52 shkëputet për sëri në plus 8, go plus Pea. Vazhdimisht pra që nga fillimi, asë njëherë Bashkimi nuk ishte, fakt e pati një përsi për një pikë më falni. Shtaj rezultati në start 5-4. Në anën tjetër, Pea plus 20 e përsia më e lartë në minutin e 12. Williams. O sa bukur! Çfarë asistimi në thellësi dhe ngulitje nga Taç Grini. 52-62. Edhe 3-20 deri në fund. Valon Bunjaku, depërton. Dhe mbi të gjithë realizon. I pandalshëm, supersonik. Valon Bunjaku. Valoni dhe Muhamet Ali Janjeva ishin ata që e bën dallimin në çerekun e dytë kur shpërtheu Bashkimi edhe në mbrojtje edhe në sulm. E ja tani, Janjeva po bëhet gati për të inkuadruar në lojë. Mala për Grinin, Grini lanson, nuk realizon. Raut atje e përmirëson. Williams deporton Raut. Pa problem, shënon për të rikthyer përsin dy shifrore. Pika, opa. Personali atje Logan Rautit ndaj Isaiah Cousinsit. 20 pikë të Logan Rautit, i cili ka dhe 6 kërcime. E ndali në mënyrë të palyor, do të jenë dy gjuajtje të lira për Isaiah. Arti Hajdari ullet pak për të pushu me Logan Rautin, me të vërtet e ka meritu këte pushim kapiteni sonte i hatashëm. Po e plotëson, po e zëvendëson zbrastin e krijuar me mungesën e Dardan Berishës. Arti sonte fenomenal, 5 treshët të Artit, 19 pikë të ti, 3 kërcime, 3 asistime. 54-64 i huq të dy gjuajtje të lira Cousins, sonte. Një nga penalit Isaiah Cousins, Edwards për Williams. Sa bukur! Williams e prek topin i funit Cesar Edwards. Lëvizje bukur mashtruese e Oshoan Williamsit, e pati si depërtoj, e gjeti koridorin, mirë po finalizimin, nuk e pati ashtu si deportimin. Ja, lëvizje. Ky është aja asistimi i Williamsit për Taç Grinin për mrekulli pak më herët. Williams dhe Shorter për Kenny Wootenin, i cili nuk e pason topin ashtu si duhet. Kam përshtypjen që sonte nuk është organizuar loja ashtu që të vjen në shprehje Kenny Wooten me fluturimet e ti. Deri tash, do të shofim. Jemi edhe 12 minuta lojnë në derbin e 5 të Dugaxhinit. Si vjet, deri tash 4-0 për Bashkimin. Sonte, Pea po dominon. Deri tash, Edwards tenton, nuk realizon. Shorteri, kundër sulmi shpejt. Valon Bunjaku, tërhiqet atje, nuk ngutet. Në brendi për Kenny Wootenin, i cili sonte nuk është i disponum për lojë, definitivisht. Ja, atje pat me kaçket, me kapuq Vigan Radonin, ish lojtarin e playmakerin e Peas. E tash, pjesën e bordit kryesis, Go plus Peas. Ish basketbolist të cilët u afruan në klub, Fatlin Shoshaj. Bukur atje lëvizje mashtruese, tenton, nuk realizon. Edwards vazhdon, luftën e vazhdon. Dhe Fatin Shoshaj nuk arriti që ta kap këtë top që doboj Edwardsi. Po luftojnë me të vërtet sonte me mishë me shpirt lojtarët e Go plus Peas. O 10 fitore
Nënt humbje i ka Go+P tani në pozitën e 4, Bora e cila në poshti Yllin Brëm është e treta, Musa Mala depërton, realizon e përsi në 12 pik. E ngrit për sëri, kemi hy në minutin e fundit të qereku të tret. Shorter, bloki Vutenit, topi shkon jashtë atje, Bukur lufton derën në fund për mrekulli, lëvizje mashtruese nga Kenny Wooten për 56-66. Mala. Fauli Valonit. I shpejt ishte Musabi kësaj here për Valonin. Dy playmakerët e përfaqësuesës së Kosovës, të cilët do të ndeshen me Slovakin. 27 shkurt. Mala Bukur atje për Shoshajni, i cili depërton, e pason, e huq jo mirë, Edwards tenton me tabel, realizon për 56-68, sekundat e fundit. Shorter tenton për 3 pik dhe e lanson, e qëllon dhe rezultatin në 9 pike afron. Ashtu si e filloi qerekun e tret me 3 tresher është Bashkimi, ashtu edhe përmbyllim me treshet të Shorterit. Ishin 2 treshet të Lejsonit dhe 1 Shorterit, edhe tash krejt në fund bombardon dhe rezultatin në 9 pike afron Shannon Shorter. Ja, po i shofim edhe statistikat, vazhdon dominimi në kërcime i skuadrës Go+P, 31 me 23, 20 me 17 në asistime. Po ashtu shënimi i pikëve në trapez, 36 me 28, edhe nga rastet e përmirësuara pas kërcimit në sulm, pra second chance points, po i shihni 15 me 6, me të vërtet në të gjitha këto elemente, po dominon skuadra e Go+P-s, e cila ka dhe 2 treshe më shumë dhe treshe të Go+P-s, 8 të Bashkimit. Duhet lavdruar të dyja ekipet me të vërtet saj përket efikasitetit për 3 pik, 47% të efikasitetit të Go+P-s, 21-10, e në anën tjetër Bashkimi 19 me 8. Ja, pra Shannon Shorter me 15 pik, lojtari kryesor tek Bashkimi, i ka dhe 4 kërcime, 2 asistime. Lejsoni, vetët me 12 pik, 4 treshe, krejt pik që i ka shinu Lejsoni, sonte i ka shinu për 3, edhe 11 pik të Kozinsit. Në anën tjetër, treshja e hatashme, tandemi në fakt, ashtu si e filloj edhe po e vazhdon, 39 nga 68 pikët e Go+P-s vinë nga tandemi Logan Routh dhe Arti Hajdari. Kapiteni hatashëm me 3 treshe të realizuara rresht të një pas njëshme për vetëm 1 minutë e 18 sekunda. Në qerekun e tret Arti Hajdari ka 19 pik, ka edhe 3 kërcime, 3 asistime, ndërsa Logan Routh 20 pik e 6 kërcime. Ja, Arti atje është duke pushu, e ka meritu. 10 pika Caesar Edwards, i cili tashmë ka realizuar edhe double-double, lojtari me numër 7, 10 pike, 12 kërcime. Williams për Shoshajn, kërkon që të hapët atje Edwardsi, nga një pozitë e vështirë, lanson edhe qerekun e 4 me pik, e fillon 59 me 70, Edwards. Shorter tërhiqet, por nuk e pa Iken Wamun tani topi për Shorterin. Nga një pozitë e vështirë, Valoni për paksa nuk e mori edhe një kërcim në sulm, gjë të cilën zakonisht e bën Mala. Vetëm 2 pik të Musabit sonte. Shoshaj nga një pozitë e vështirë. Arti Hajdari
do të inkuadrohet në lojë. Valion Bunjaku përgjigjet në dyshe me dyshe. Në vend të Fatin Shoshaj do të rikthehet në lojë kapiteni Arti Hajdari. Williams kërkon blok nga Edvardsi. Williams i krijon vetës hapësirë, tenton, nuk realizon. Edhe Logan Rout do të inkuadrohet në lojë. Arti Hajdari dhe Logan Rout në lojë, nga loja largohen Shoshaj dhe Caesar Edwards, i mrekullueshëm me të vërtet. 12 pike, 12 kërcime, double-double i 2-12-sheve nga Caesar Edwards. Edhe 8 minuta e gjys lojë në këtë ndeshje fenomenale, në këtë derbi fenomenal të Dugaxhinit. Valion Bunjaku tenton për 3 pik, nuk realizon mirë, po me njëherë është atje me bo presion, topi shpejt kalon. Valioni është pronti. Mbrojtje zonale e Bashkimit. Zakor. Kemi një mismatch atje. Dhe është aspekt mbrojtje Mala. E godet në krok. Janjevën situat 3-1. Wamu tenton. Dhe treshën e realizon. Iken Wamu në një situat 3-1. Vendos që të lansoj treshe. Dhe kjo ju shpagua. Do të rikthehet Fatin Shoshaj me njëherë në lojë. Logan Rout lufton atje me Zakorin. Lufte e madhe. Logan Rout atje ankohet që Joshën Zakore ka mbërthyer për krahu. Mala largohet nga loja. Shoshaj është kthyer në lojë. Atje trajneri Damir Milashishi po diskuton tentim për 3 pik, nuk ka shënimi, por Rout është më i larti në kërcim, faulli kapitenit Arti Hajdarit. Kapiteni shkakton personalin e dytë, edhe 7 minuta 23 sekonda lojë deri në fund. Kemi një criss-cross atje, Teçe, Shorter e hap atje për Valionin, i cili lanson nuk shënon mirë, po situatën e përmirësojnë Zakor dhe Shorter. 66-70, për sëri afrohet rezultati nga 11 në vetëm 4. Një seri e shprejt prej 7-0. Valion Bunjaku. Shorterin i vetmuar në Wamu, i cili prej këtyre situatave ditë të qëllon. Byllje e mire Williamsit para Valion Bunjakut. Mala do të kthehet në lojë. Shoshaj ankohet atje. Çka bona? Tentim për 3 pik i Artit kësaj radhe nuk qëllon. Mala gabon atje Roshet mirë, po lufton Taç Green e shpëton këtë top. Shkon deri në fund dhe realizon Taç Green. Nuk dorëzohet Taç Greeni, një prej lojtarëve kryesor të Go Plus Payës. Në vjesht çfarë tentimi Shorterit, mirë, po Green është më i larti në kërcim. 2 aksione shumë të mira të Greenit. Së pari e shpëtoi ato dhe depërtoi, realizoi e më pas edhe këtë kërcim në mbrojtje për të sjellë siguri tek pejanët, edhe 5-52 deri në fund të kësaj ndeshje fantastike. Luan me këmbë atje, Lejson Zeqiri apo jo. Kundër sulmi shpejt. Por mrekulli, Valion Bunjaku asiston dhe Iken Wamu rezultatin përsëri në 4 pike afron. 68-72, 5 minuta e gjysmë deri në fund.
Raut dhe Nzakor luftojnë atje, kërkon ndihmë atje nga Iken Wamu, Tash Green, faul i Valon Bunjakut. Është kjo personalja e tretë e kapitenit të Bashkimit. U vanu atje Valonit që ta ndalë Tash Greenin, shkakton personale, tregon referi Uglari. Tentim për 3 piki Malës, nuk ka sukses kundër sulmi shpejt atje, Shorter depërton, nuk realizon. Zakor betët i shkurtër me Malën, Edwards për Arti Hajdarin, shkojnë me sulm të gjatë, nuk ngutën. Williams punojnë për këtë sulm. Green për Williamsin, lëvizje mashtruese, por Armstedi me duart e tij përvojën që ka mbrojtje hatashme, edhe Lejson Zeqir. Ufa, çfarë pozita atje tenton Green, lufton, nuk realizon, herën e dytë e përmirëson Tash Green për 68 me 74, edhe një herë Tash Green. Luftaraku Green nuk dorëzohet fare. Ngrit nga banka rezerv, 9 pike, 8 kërcime nga Tash Green. I duhet vetëm edhe një pik për të u bërë lojtari i 4 të Go Plus Peja me pik 2 shifrore Tash Green. Ja, kjo ishte Iken Wamu pak më herët. 11 pik të Iken Wamut, 4 lojtarë të Bashkimit në pik 2 shifrore. 17 pik, më efikasi Shorter, 12 i ka Lejsoni, të gjitha nga treshet, 4 treshet të Lejsonit, nga 11 i kanë Wamu dhe Cousins. Në anën tjetër, 20 pik të Rautit, 19 të Arti Hajdarit dhe Edwards i ka 12 pik. Caesar Edwards i hatashëm sonte, double i ti, 12 pike, 12 kërcime. 7 kërcime të Caesar Edwardsit. Armstead për Lejsonin. Lufton atje, betët i shkurtër edhe Nzakori, edhe një kërcim nga Green, kërcimi ti i 8. Në anën tjetër, O'Shawn Williams, edhe pse i ka vetëm 3 pik, i ka 9 asistime adhurues të basketbollit. Edwards tenton, nuk realizon, Zakori e mbron mirë atje. 6 pik plus për Go Plus Pejen. Wamu me Lejsonin, faul i Arti Hajdarit. Kapiteni e ndalë në mënyrë të palejuar. Armstead do të arrivan topin, Zakor për Armsteadin, kërkon atje blok për Wamun, për mrekullie she koridorin, depërton deri në fund dhe realizon rezultatin përsëri. Iken Wamu në vetëm 4 pike afron. Dhe tani figura qendrore e Bashkimit në pjesën e dytë është Iken Wamu, 13 pik të tij, bëhet koshashënuesi i dytë më efikas. Edhe një mbrojtje e agresive e Bashkimit. Topi humbur, shumë topa të humbur sonte, 18 topa të humbur të Go Plus Pejes. Gati për gjysmë më pak i ka Bashkimi, 10. Edhe 2 sekonda për këtë sulm, tenton, nuk realizon. Më i larti në kërcim është Caesar Edwards, po dominon në trapez sonte, nën kosha është ky kërcimi i tij i 14. 12 pik,
e 14 kërcime. Ky djalosh, megjithatë Logan Routh është lojtari kryesor i PES sonte. 20 pikë, 7 kërcime, mirë po dëgjoni mirë. Sa i përket efikasitetit është 100% perfekt nga loja giganti i PES me numër 31. 92 pikësha nga 9 tentime, 2 gjuajtje të lira, të dyjat i ka qëllu ky njeri i cili po pushon. Edhe 3 minuta loj në këte derbi fenomenal. Cesar Edwards ndalet në mënyrë nga Zakor. Personalja e 4 të Joshën Zakorit. Williams, 9 asistimet të tij. Gabim në hapa, Popo. Endroj këmbën e qëndrimit O'Shawn Williams. Dhe ky është topi i 19 i humbur i skuadrës Go Plus PES. 10 i ka Bashkimi. Iken Wamu i vetmuar atje Lejson Zeshiri. Do të rishikon, kërkon rishikim të situatës trajneri Igor Jović. Vendimi i dyshës Shabani Uglari është se ky është faul normal, nuk ka të bëjë me faul jo sportiv. Topi do të rivohet nga anash. Të dyja skuadrat kanë nga 3 faula, 3 personale. Kërkon Iken Wamu ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, por topi duhet të rivohet nga anash. Bëhet kjo shorter për Wamun. I vetmuar Lejson Zeshirin. Wamu deporton, nuk realizon më i larti në kërcim. Është Taj Green i cili e bën kërcimin e 9 pike, 9 kërcime, edhe ai në prag të double-doublet. Williams gabon atje. Topi i 20 i humbur i Go Plus PES. 20 topa të humbur të PES, 10 topa të humbur të Bashkimit. 2 fish më shumë, ja, po e shini atje, Dequan Lakun dhe Kian Andersonin. 2 figurat qendrore të suksesit të jashtëzakonshëm, debutimit të shkëlqyeshëm të Bashkimit në FIBA Europe Cup. Wamu deporton, nuk realizon. Edwards e pengon dhe kërcimin e ti të 15 e fiton. Williams, 5 topa të humbur të Williamsit shumë. Edwards lufton atje me Joshën Zakorin. Tenton, nuk realizon mbi Zakorin. Po futemi në 2 minutat e fundit, 1:40 më saktësisht. Armstead për Zakorin. E ndalë në mënyrë të paliuar. Taj Green do të jenë 2 gjuajtje të lira për Joshën Zakorin, i cili në pjesën e parë nga 2 tentime realizoi 1 gjuajtje të lirë, vetëm 3 pike, 3 kërcime të Joshën Zakorit sonte. Jo, sipas pritshmërive.
do të kemi rishikim të situatës. Është faul jo sportiv, i cili i referohet Gjoshen Zakor do t'i ketë 2 gjuajtje të lira dhe topi do të jetë anash për bashkimin. Pas rishikimit të situatës kishin dyshimet të veta, rishikuan Uglari dhe Shabani. I spjegon Taç Greenit atje se çka ka bërë Gadim Shabani. 1:37 deri në fund, Gjoshen Zakor në tentimin e tij të parë edhe kësaj radhe e huq, sikurse ngjashëm sikurse në pjesën e parë të parën e huqi, dytën e realizoi. 3 pike, 3 kërcime vetëm deri tash të Gjoshen Zakorit. Kësaj radhe i huq të 2 gjuajtjet e lira. 4-1 nga penalet në Zakor, topi do të jetë për bashkimin. 1 minutë e 37 sekonda deri në fund të kësaj drame fantastike basketbolistike. Në Sezai Suroj, derbi 5 i Dugaxhinit, 4-0 për bashkimin si vjet në këtë ndeshje të 5, peja nga fillimi e shkëlqyeshme. Lëvizje mashtruese e Taç Greenit. Shumë është teatral dhe dramatik trajneri Damir Millaçiçi, ne vrikoset në Taç Greenin që shkaktoi personali atje faul dhe kërkon atje Arti Hajdari kërkon që situata të qetësohet. Pak një shok terapi për lojtarët e tij. E tani i qetëson, së pari i kthell, kërkon që mos të ketë justifikime dhe arsyetime për këto gabime. Trajneri Millaçiç, është kjo asistimi i Taç Greenit pak më herët me të vërtet me inkuadrimin e tij në lojë nga banka rezerv. 9 pike në kërcime të Taç Greenit, po i hatashëm sonte me vërtet Cesar Edwards me 12 pikë e 15 kërcime, 5 prej tyre në sulm. Logan Raut, 20 pike, 7 kërcime, 100% efikas nga loja, 9-9 edhe nga vija gjuajtja e lira. Arti Hajdari, 19 pikë të tij, 5 treshe, ato 3 treshet e tij resht ishin fantastike, pas atij barazimit të rezultati 45-45 në çerekun e tretë. Çfarë loje, çfarë ndeshje, çfarë derbi. Edhe mbrom ishte fenomenal, e bukur në Shanin Ushi, mes të vllazimit dhe Sigal Prishtinës. Duhet të theksuar se të dy ndeshjet, ajo që na bjen në sy, brëm, përfunduan me rezultat identik. Vllazimi Sigal Prishtina 74-69, Golden Eagle Lillibora 69-74, ndërsa Xhiroja mbyllot sonte në minatori Trepça Raveci, Leson Zeqiri realizon për 71-74. T'ju themi, ndeshja e fundit me 21 dhjetor në Karagaz shkoi në 2 vazhdime. 119 me 118 fitoi bashkimi. A do të kemi vazhdime sonte? Williams, dhe tani është gabim në hapa nga O'Shawn Williams, i cili nuk arrin të shmangët presionit. Çfarë mbrojtje fenomenale nga Shorter dhe Mwamu.
1 minut e 12. Deri në fund. Wamu do të arrivoj topin. 3 pike përsi për Go plus Pen. Lejsoni për Armstedin i cili inkuadrohet në loj. Mala është pranë Armstedit, rollingi Armstedit, depërton në brendi, Gjoshën Zakor, realizon dhe rezultatin në 73-74. E afron. Rezultati vjen në maksimum të minimumit. 50 sekonda deri në fund. Mala dalet në mënyrë të paluar nga Zakor e pesta personale në Zakor duhet të largohet. Rivënja e topit do të jetë nga ana shtani e ka plotësu bonusin edhe bashkimi. Ja Bledar Gjeqaj. Pa foul, thot atje. Musab Mala depërton, Keni vutën në fund e bën atë që e bën. Si me Magret, blokat. Në anën tjetër, Iken Wamu përsëri ik në kundërsun, dalet me foul, do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Çfarë atmosfere në Seza i Suroj. Edhe 36 presje 7 sekonda deri në fund të këtij derbi fenomenal. 2 gjuajtje të lira do t'i ketë Iken Wamu. Të parën e realizon. Pika e tij e 14, 100% efikas nga via gjuajtjeve të lira sonte 3-3. Nëse e realizon edhe këte, për herë të dytë sonte, e përsi minimale prej 1 pike dhe atë në fund të ndeshës. 75-74. Sikur se Rahoveci me vllaznimin javën e kaluar. Mala tenton për 3 pik. Williams e ka shkelur vin. Nuk po mundet me besu trajneri Damir Milaqishi. Time out. Sekondat e fundit, edhe 14 presje 9 sekonda deri në fund. E pat edhe njëherë, Iken Wamu është figura kryesore, heroi kësaj ndeshje nëse Bashkimi e fiton këtë duel me shpërthimin e tij në çerekun e 4 dhe vendimtar Iken Wamu ka realizuar 9 pik dhe 2 kërcime, 1 asistim i hatashëm. Momentalisht me 15 pik, Iken Wamu është koshashënuesi i dytë kryesor tek skuadra Bashkimit e cila e ka topin dhe sulmin e fundit e ka 1 pik e përsi nga minus 20 arrin në fund që të del në e përsi minimale prej 1 pike 75-74. Armstedi natyrisht do të arrivoj topin. Edwards dhe Wooten njëri pran tjetrit. Green është pran Zeqirit. Williams kërkon atje foul me njëherë. Milaqiqi. Topi shkon të Wamu i cili faulohet. Arti Hajdari shkakton personalin e 5. Duhet të largohet edhe Arti, si kurse edhe në Zakori. Duhet e në 2 gjuajtje të lira, Fatlin Shoshaj. Në
nëse shënohet, quajtje e lirë, atëherë time out, kërkon trajneri Miločić. Zakor, 100% efikas Iken Vamu. 16 pikë të ti, 5-5 nga vija gjuajtjeve të lira, nëse realizon edhe këte, nga 17, po, për 3 pike përsi, time out, kërkon trajneri Damir Milačići, 12 presje 9 sekonda, deri në fund, e përsia më e lartë deri tash e Bashkimit, pri 77 me 74, nga minus 20, kalon e përsi prej 3 pikëve në fund, në start të këti qereku. Pea kishte 9 pikë e përsi, 18 me 6. Çfarë mbrojtje me të vërtet e hatashme e trajnerit Jovović në qerekun e 4. Vetëm 6 pikë ka realizuar në këte qerek skuadra e Go Plus Beas. Po e shihni nga 6 tentime për 3 pikë në këte qerek nuk e ka qelluar asnjë treshe skuadra e Go Plus Beas, tërsa në qerekun para kishin ato treshet e Arti Hajdarit, ato të cilat e mbajtën në loj. Kapiteni është largu me 5 personale. Po e shihni edhe statistikat. Këto të gjitha tani i lojmë anash, sepse drama arrin maksimumin. Si do të përmbyllet derbi i 5 i Dugaxhinit? A do të vazhdoj dominimin e si vjetmë skuadra portokallezi? Betë të shihet edhe 12 presje 9 sekonda, Isaiah Cousins i ftohtë si okull e shikon këtë situatë. Duhet të teret parketi atje. Atje në kënd po e shihni Daquan Lake-un, gigantin, edhe Kian Andersonin, të cilët mungojnë sonte. Shoshaj e rivan topin për Edvardsin, Fatlim Shoshaj, koha po kalon. Musab Mala, tenton për 3 pikë dhe nuk realizon. Iken Vamu dalët me faul. Shtadet e 7 me 74 do të jenë 2 gjuajtje të lira për Iken Vamun. 100% efikas nga vija gjuajtjeve të lira. 6-6. Zonë edhe gjuajtjen e 7 të lirë, pika e ti e 18, bëhet kosha shënuesi më i mirë dhe Iken Vamu definitivisht sonte është heroi ndeshjes. Edhe dueli mbyllet me rezultat 78 me 74, fitore e Bashkimit, i cili minusin prej 20 pikëve arriti që ta rikthen në fitore prej 4 pikëve për Bashkimin. Është kjo fitoria 14 si vjetë, dërsa për pen disfata 10. Atësaj ka dhe Bora, pra 10 fitore, 10 humbje në pozitën e 4, Pea mbetet e 3. Shkojmë me intervistat e akterve shumë shpejt. Adhurues të basketbollit, jemi këtu me trajnerin Miločić. Coach, very tough game. You were ahead 20 points, but then you lost the tempo in the second half. What happened with the team? We missed rotation. We have a lot of injury players in the first 2 quarters, so we missed rotation. We have to
bring a player. I'm very satisfied how we are reacting. Decision making on the end in offense was bad, and that's that. I'm proud on my team. They fight till the end. Bashkimi is a hell of a team. They don't have problems as we have. So I'm waiting injury players that they can be normal and rest, and I'm waiting for Logan Road that he can be much more physically prepared to play this level of the game. But I'm happy. Thank you very much. Pra, ajo që tha trajneri Milačić e pyeta, thash ka qenë 20 pike përsi përpara, ndërsa në pjesën e dytë ranë në ritëm, ranë në temp të lojës, çka ndodhi? Po tha na mungojnë shumë lojtarë, kemi lojtarë të lënduar dhe po presim edhe lojtarë të cilë do të na vinë. Tha shumë gabime kemi po, na mungon rotacioni, kemi pasur shumë gabime në pjesën e dytë. Mirë po tha, ekipi i Bashkimit është super ekip, është ekip tepër i fuqishëm dhe i uroj skuadrës, ndërsa neve na metet të punojmë, po e pret që edhe Logan Road të kthehet në formë dhe të adaptohet me lojën këtu. Shumë shpejt do ta kemi edhe trajnerin Igor Jovovicin të Bashkimit. Coach, very tough game, very intense game. In the first half, you were down 20 points, and then you fought. What was the key to the factory tonight? We didn't protect the paint on the proper way. They really over-rebound us, and I think that mentally they came much better prepared into the game than we. So this is our responsibility. I'm proud that we never give up, that we find proper mentality in the second half to get back into the game and to win. But even if we won, if Peja won in this game, it wouldn't be undeserved. Yeah? Thank you. Adhurues të basketbollit, pra i thash e pyeta trajnerin Jovic se ishit minus 20 pikë në pjesën e parë, megjithatë u kthyehet në pjesën e dytë, çka ka qenë qersi i fitores sonte, po tha ne kemi hi në lojë jo të përgatitur mirë psikikisht, sikurse skuadra e Go Plus 5, e cili është shumë koncentruar, hyri me vendosmëri. Mirë po, ajo që më pëlqeu ishte se nuk kemi dorëzuar dhe kemi luftuar dhe jemi kthyer në pjesën e dytë, pra këmbëngulësia e skuadrës së Bashkimit për të fituar. Kemi bërë shumë gabime në pjesën e parë, mirë po këto me mbrojtje i kemi përmirësuar në pjesën e dytë. Ishin fjalët e Igor Jovovicit, pra po e përmbylli pas ka ndeshjen në Minatori Trepça Rahoveci, me cilën mbyllet edhe xhiroja e 20, pikërisht dy skuadra të cilat do të ndeshin të mërkurën brëma, nga ora 19:30 në Mizaj Risma në Rahovec, në finalin e Kupës së Kosovës 2026, për herë të dytë dhe për herë të tretë në 5 vitet e fundit. Pra do të jetë kjo një super ndeshje mes të dy top skuadrave, Trepçës dhe Bashkimit. Do të jemi atje së bashku, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni edhe më tej me adresën numër 1 të basketbollit në vendin ton, Art Motion. Ju falenderit në emër të Oksigenit, i cili realizoi sonte dhe në emrin tim. Ju ftoj që të vazhdoni të qëndroni edhe më ndeshjen tjetër Trepça Rahoveci.